Ne kemi idhuj ta, kudo. Qarë Big Brother VIP bën të mundur është që këto personazhe na i sjellin në mënyrë të vërtetë para kamerave 24 orë. Jemi koshient që në epokën që jetojmë, celebritytë e vërtet kanë stafe që merren me imazhin e tyre, me kurimin, me kontentin. Aty nuk ka më filtra, aty nuk ka më njerëz që të mbrojnë, aty çdo njeri është vetveti. Mund të më thuash çfarë ka ndryshuar përgjatë viteve për mirë dhe çfarë ka ndryshuar për keq në televizionet shqiptare? Nëse atëherë ajo kutia ishte personazhi kryesor i shtëpisë, sot i përshtatemi një tjetër audiencë, që është një audiencë që ka momentumin e vëmendjes, pra shumë i shkurtër. Jemi mësuar të kemi celularin në dorë dhe gjithë informacionet na vi aty. Let na vi me një diversitet dhe një ritëm shumë më të lartë. Çfarë ndodh sot është që ti këtu ke një aksident, këtu ke një gocë të bukur, këtu ke një politikan. Ti je gjithashtu dhe regjizori shumë koncerteve në artistë nga më të njohurit në Shqipëri. Besoj të ka rënë rasti të punosh dhe me ata që cilësohen si muzikantë më serioz dhe me artistë të tjerë që janë të përqendruar më tepër tek spektaklet, tek argëtimi pak më i lirë. Cilat janë dallimet midis të dy palëve, domethënë të dy këtyre grupeve? Këto të dyja i ndan stili. Ti përpiqesh gjithmonë të kesh një stil caktuar për njërin palë, një stil caktuar për palën tjetër. Ajo që ti mund të bësh si regjisor është që çdo këngëtari të përshtatesh duke i ditur të kaluarën e tij, duke ditur çfarë lloj arti i përcjell publikut të tij dhe duke parë dhe ato specifikat që ka një këngëtar apo këngëtare e caktuar. Kam kënaqësinë që në episodin e radhës të podcastit Apostrof të kem të ftuar regjisorin e njohur Ergys Lubonja. Ergys, faleminderit që je pjesë Apostrof. Kënaqësi. Ti je i rritur në ambientet e televizionit që në një moshë të vogël edhe për shkak të punës së prindërve të tu. A ka qenë kjo piknisja e pasionit tënd për televizionin? Nuk mund të them ma ka qenë piknisja, po ndi të them që gjatë punës time e kam kuptuar që shumë gjëra janë burmosur aty që në fëmijëri. Domethënë, thjesht për faktin që isha prezent për punën që bënin prindrit e mi në televizionin publik shqiptar së kohet, kanë punuar të dy aty. Mund të them që kur unë fillova punë në televizion, ishin gjithë ato memorjet, kujtimet që kisha, edhe për mënyrën se si punohet, edhe për një lloj standardi se si duhet bërë puna, që besoj që ishin të fjetura aty në memorjen time, edhe u risirën shumë kollaj për të pasur sa më të qetë tranzicionin tim nga shkolla për në punë, sepse unë mbasi mbarova studimet në Akademinë e Arteve, kam punuar pak me filma, unë kam mbaruar për teatr, sepse aso kohë në Akademi për regjizur ishte vetëm dega e regjizurës teatrit. Unë kam pas pasion filmi, por përfundova në televizion të punoj, ashtu vjen jeta. Edhe mund të them që ajo periudhë e fëmijërisë që unë kam kaluar pranë prindërve, sa herë ata më merrnin me vete në punë, besoj që kanë ndikuar shumë në mënyrën se si unë punoj sot. Në pasjen e pasionit apo jo nuk di ta them, sepse nuk ka qenë të punuarit në televizion në objektivi im primar. Unë pasion kam pas gjithmonë filmin dhe dokumentarin, por jeta vjen në mënyra të ndryshme dhe mundësit për të punuar në mënyrë jo ashtu siç e do ti. Dhe fillova punë në televizion më vonë, edhe besoj që gjithë këto eksperjenca që kam pasur duke qenë pranë prindërve kanë ndikuar goxha në përgatitjen time. Ke qenë dhe je pjesë e shumë programeve të ndjekura televizive, do të thënë je në prapaskeni regjisorit tyre. Mund të më thuash çfarë ka ndryshuar përgjatë viteve për mirë dhe çfarë ka ndryshuar për keq në televizionet shqiptare? Unë nuk them që jam pjesë e televizionit nga viti 2001, mos gaboj, 2001-2002. Kam punuar fillimisht në televizionin Arbëria, aso kohë, dhe pastaj pata një kërkesë nga Top Channel. Top Channel ishte i sapo hapur në atë periudhë, për t'u bashkuar një stafi shumë interesant, shumë i ri, që në televizion me një koncept shumë të veçantë për kohën. Besoj që vazhdon ta ketë një lloj pasioni që themeluesi i Top Channelit aso kohë Dritan Hoxha kishte një vizion, nuk mund të them as që kishte domethënë po ndërtonte një televizion klasik. Ai kishte një vizion për një televizion modern. Çfarë ka ndryshuar nga ajo kohë? Është e vështirë ta krahasosh. Kur unë kam filluar punë në Top Channel, çfarë ka qenë shumë e bukur në atë kohë që
sot nuk e gjej më sepse kohët ndryshojnë. Atëherë televizioni ishte sidomos televizioni privat, sepse televizioni shtetëror ekzistonte prej dekadash, ishte në fillimet e veta dhe çfarë ka qenë e veçantë dhe merit besoj e Top Channel ishte që krijoi një vend, krijoi një ambient pune që ti e konsideroj edhe si familje, ti e konsideroj veten si një pjesë e një skuadre të re me shumë vizion të fortë, me shumë ambicie, me shumë kërkesë cilësie, por njëkohësisht në një televizion që po ecte në një rrugë krejt të re. Pra ekzistonin në ato kohë disa televizione private, po mendoj që Top Channel ishte një gjë krejt e veçantë. Ajo çfarë tani ato kohë kërkonte nga topi ishte diçka që nuk i përkiste thjesht tregu televiziv shqiptar apo ballkanik. Ai donte një televizion europian, donte një televizion shumë modern, donte një televizion që teknikisht ishte në maja. Kërkesë që fatmirësisht ai arriti ta realizonte edhe në përmbajtje. Çfarë ndryshon nga ajo kohë? Ndryshon pasioni, sigurisht, ne ishim shumë të rinj. Me këtë nuk po përjashtoj faktin që ka pas dhe figura të njohura të ekranit asaj kohe, por mund të them që mbi 90% stafit ishin vajza dhe djemë të ri, me shumë pasion, të pashkolluar në këtë fushë, sepse nuk ekziston shkolla e televizionit në Shqipëri, në rajon janë shumë të ralla, po asnjë nga ne nuk ishte bërë shkolla specifike për televizion. Edhe ajo që unë mund të them që ndryshon nga ajo kohë ishte pikërisht pasioni. Pati dhe një gjë të mirë asaj kohe, ne deri në atë periudhë kishim si pasqyrë tonën televizionet italiane. Kryesisht Mediasetin, që ishte një trio televizive shumë moderne asaj kohe. Ishte besoj 10 vjeçarin e parë vet, pra Rete 4, Canale 5 dhe Italia 1. Deri asaj kohe ajo kishte qenë pasqyra jonë. Pra një vend ku ne shihnim se si donim të bëheshin. Top Channel pati një gjë të mirë që nuk pa më thjesht përballë brigjeve tona italin, po hyri një treg shumë më të madh, shumë më serioz dhe shumë më kërkues njëkohësisht, ishte tregu botror i televizioneve. Që në fillimet e veta, domethënë u blen formate nga kompani shumë të njohura europiane dhe botrore, dhe cilësia që kërkohej për realizimin e këtyre formateve ishte e jashtëzakonshme. Nganjëherë na duket e pamundur që ta bënim. Besoj atëherë ka pasur shumë frym në ndërtimin e televizionit, po edhe të projekteve të caktuara televizive. Kërkesa e një cilësie kaq të madhe përgatit një staf të një kompanie që është shumë i aftë pastaj të konkurrojnë jo vetëm tregun lokal, po edhe në tregun ballkanik evropian e më gjerë. Ne kemi pasur formate, kemi realizuar formate që ishin ishin të reja, domethënë ishin të reja për kohën. Mbaj mend The Voice, për shembull, ne kemi qenë mos gaboj shteti i 4 ose i 5 në botë që e morëm. Pra ishte një format shumë i bukur, po ishte i patestuar. Çfarë ndryshon me kohën e sotme është televizioni sot është krejt ndryshe. I është përshtatur një zhvillimi teknologjik, po edhe një audiencë që ka ndryshuar shumë në vite. Nëse atëherë ajo kutia ishte personazhi kryesor i shtëpisë, i familjes, i rrethit shoqëror i lokalit, sot i përshtatemi një tjetër audiencë, që është një audiencë që ka attention spamin, i themi në anglisht, vëmendjen, aftësi. më thënë, jo thjesht vëmendjen, po momentumin e vëmendjes, pra shumë i shkurtër sot. Ne duam një gjë shumë, sepse jemi mësuar të kemi celularin në dorë dhe gjithë informacionet na vi aty, le të na vi me një diversitet dhe një ritëm shumë më të lartë, gjë që gati besoj që është edhe problematike për trurin e njeriut, sepse nuk është mësuar të ketë një ritëm të tillë dhe nuk është mësuar të ketë një ndrim frekuence, emocioni, informacione të jashtëzakonshëm, sepse çfarë ndodh sot është që ti këtu ke një aksident, këtu ke një gocë të bukur, këtu ke një politikan, këtu, domethënë, çfarë të ndryshon në çdo moment për trurin është bërë gati shumë konfuze. Ne po luftojmë me një epokë, televizioni po e humb në një farë mënyre atë lloj vëmendje që ka pasur, mbase po përshtatet në këtë gjë, po është një ndrim teknologjik dhe një ndrim mënyre të menduarit dhe marrjes informacionit që padyshim ndikon në kohën që po jetojmë. Televizioni dhe regjia televizive është
sa art, do të thotë regjia apo televizioni në vetë është sa art, aq edhe biznes, ka kosto, ka nevojë për financim. Si mund të bëhet një lloj balancimi midis të dyjave? Me thënë midis nevojës për të përmbushur, po të marrë këtu si shembull dëshirat e tua, të synimet e tua kreative me kërkesat që janë për të sjellë fitim dhe para dhe tjetër. Ka qenë më ndryshe më parë. Bajmend Top Channel i fillimeve të veta, për cilën unë po flas se me që kam qenë pjesë e tij, kishte primare cilësinë. Ndonjëherë dhe me kosto të madhe financiare për kërkesën e kësaj cilësie. Ndonjëherë te kalonte dhe kompensonte në programe tjera, po ka pas programe që te kalonin edhe të qenin eficient nga ana ekonomike, por në kohën që po jetojmë ka ardhur në mënyrë graduale edhe përshtatja mes harxhimit që ti ke për të realizuar një kualitet caktuar, po edhe nxjerrjes së një pasqyre financiare e cila duhet të justifikojë gjithë programin që zhvillon. Tek tuk duhet bësh lëshime, tek tuk duhet përshtatesh, duhet krijosh mënyra të reja që nuk janë të kushtueshme, dhe kjo mbase vjen dhe me eksperiencën. Pra ti kur televizioni vetë është më i ri ose stafi vetë janë më të ri, për të arritur një cilësi të caktuar i duan shumë mjete, dhe cilësore. Me kalimin e viteve, përvoja që ti fiton si individ, si staf, si televizion, i çon të dyja kërkesat në një drejtim. Pra uljen pak të kostove, duke qenë më kreativ për mënyrën se si ti realizosh gjërat. Gjithsesi duhet mbajtur parasysh që çdo gjë duhet ta realizosh mirë, sepse televizionet e mëdha kanë krijuar një emër dhe kanë krijuar një referencë kualiteti që është shumë e fortë, ti nuk mund zbresësh më nga ajo. Ti duhet të gjesh mënyrën se si ta bësh më pak të kushtueshme realizimin e cilësisë që pretendohet të jetë me ty, dhe nga ana tjetër ti je më kreativ për mënyrën se si të nxjerrësh financat për të realizuar çdo projekt. Ndërkohë televizioni dhe media nuk janë vetëm po themi burime, argëtimi dhe informacioni, po ndikojnë edhe tek mënyra se si njerëzit mendojnë dhe tek mënyra se si e shohin jetën shpesh. Duke qenë se ti e sheh edhe nga brenda këtë botën e televizionit, si mendon se është duke ndikuar sidomos tek publiku shqiptar për të formësuar mënyrën e mendimit të tyre? Ambizotron më tepër sensacionalizmi dhe promovimi i diçkaje më konsumeriste, apo ka edhe këtë anën tjetër që po themi është më serioze, më e thellë, më reflektuese? Mendoj që jetojmë në një epokë ku njëra nuk mund të bëj patjetër. Sigurisht televizioni duhet të jetë edukues, sigurisht duhet të flasë publikut për atë çka duhet, jo për atë çka publiku hera herës do. Por duhet pasur parasysh edhe ana komerciale, edhe të qenit në ritmin e kohës. Televizioni nuk është një shkollë, nuk është edukative sa një shkollë. Sigurisht kjo nuk e përjashton të qenë edukativ, por është një ndërmarrje financiare e cila duhet i ketë të dyja. Duhet i mshoj sa më shumë edukimit të një shoqërie, në rastin tonë të shoqërisë shqiptare. Besoj televizioni ku unë prej vitesh kam punuar, ka qenë një nga më seriozet në realizimin e kësaj gjëje, por dhe përshtatja me tendencat e kohës, me atë që një publik me mundësi edhe më të re dhe me moshë më të re kërkon, edhe ajo shumë e rëndësishme. Ajo çfarë duhet bëjnë, si më thënë, drejtuesit e televizioneve në përgjithësi në Shqipëri është një balans të mirë të këtyre të dyave. Edhe në televizionin ku unë punoj, e shoh që shpesh herë është diskutohet shumë për këtë gjë. Është shqetësim që i gjithë stafi e ka në sensin e mirë të gjës, pra që përveç të dhënit publikut, asaj që publiku do, është shumë e rëndësishme të dhënit edhe mesazheve që duhen të jepë. Nuk ka perfekcion në këtë gjë. Gjithmonë është një gjë që evoluon siç evoluon koha, siç evoluon edhe audienca, por tentativa është gjithmonë aty. Ti je gjithashtu dhe regjizor i shumë koncerteve, në mos gaboj, për artist nga më të njohurit në Shqipëri, muzikant nga më të njohurit, dhe besoj të ka rënë rasti të punosh dhe me ata që cilësohen si muzikant më serioz, që bëjnë një muzikë pak më me impact, dhe me artistë të tjerë që po themi janë
të përqendruar më tepër tek spektaklet, tek ai argëtimi pak më i lirë ose pak më sipërfaqësor që kritikohet shpesh. Duke qenë se ti ishe nga brenda të dy këto botë, cilat janë dallimet midis të dy palëve, domethënë të dy këtyre grupeve të artistëve, në kërkesat që ata kanë qoftë ndaj te dhe ndaj produksionit, po edhe ndaj mënyrës se si publiku dhe audienca përfshihet me ta. Nuk janë dy botë që krahasohen. Këngëtarët e një lloj muzike më serioze, më të ndjerë për publikun, kanë kërkesa të tjera dhe këngëtarët komercial pa diskutim që kanë kërkesa të tjera. Ajo çfarë ti nga brenda përpiqesh të bësh është ti përshtat një lloj stili për secilën nga palët. Një stil që ti e diskuton më parë me ta, se që janë kërkesat e tyre, pastaj ke një kërkim që ti e bën për kërkesat e audiencës këtyre këngëtarëve. Edhe sigurisht sheh edhe tendencat botërore në cilën mënyrë trajtohet një spektakël i një këngëtari i cili ka një publik më komercial dhe një koncert i një këngëtari i cili ka një publik më elitar, më kërkues, me tematikë. Këto të dyja i ndan stili. Ti përpiqesh gjithmonë të kesh një stil caktuar për njërin palë, një stil caktuar për palën tjetër. Dhe brenda njërës palë ke stile të ndryshme, në varësi të llojit të artistit, edhe për palën tjetër gjithashtu. E di që duket teorike, por nuk është se ka një formulë konkrete për këtë gjë. Ajo që ti mund të bësh si regjisor, edhe si staf realizues, është që çdo këngëtari të përshtatesh duke ditur të kaluarën e tij, duke ditur çfarë lloj arti i përcjell publikut të tij dhe duke parë dhe ato specifikat që ka një këngëtar apo këngëtare e caktuar. Dhe mbasi analizon mirë këto gjëra, ti më pas zgjedh dhe stafin mbi bazë të këtyre kritereve. Pra, po marr një shembull konkret, unë mund të marr një drejtor fotografie me ndriçim të caktuar për një këngëtare ose këngëtar komercial dhe një drejtor fotografie me një stil krejt tjetër për një lloj artisti që ka një audiencë krejt të ndryshme, që ka një muzikë më të qetë, tek njëri dominon show, performanca, egzaltimi i publikut, ke tjetri ti përpiqesh në bashkëpunim me drejtorin e fotografisë dhe gjithë komponentët e tjerë të krijosh një stil më poetik, më piktur, më përcjellës të asaj që repertori i tij thot, atë gjën që këngëtari përpiqet ta sjellë me muzikën dhe tekstin e vet, ta sjellësh dhe ti me mënyrën e xhirimit, me mënyrën e ndriçimit, me gjithë ndjeshmërinë që i krijon gjës. Është në stil çdo gjë. Vim pak tek pjesa e reality TV. Ti je dhe regjisori Big Brother VIP. Është një program që ka pushtuar vëmendjen e shumicës së shqiptarëve, domethënë kudo që shkon, flitet për të, njerëzit e ndjekin. Nga se mendon se vjen kjo vëmendje kaq e madhe ose kjo dëshirë kaq e madhe e njerëzve për të ndjekur reality TV-n në Shqipëri? Mendoj që është një miks, është edhe kjo, po është edhe një lloj lehtësie mendimi që këto lloj formatesh të japin. Pra, nuk është një emision i përqendruar ku ti të flasësh për tema serioze, jo se s'flitet edhe për to në reality, po ja, unë e kam bërë Big Brotherin që kur është blerë për herë të parë nga Top Channel, 8 vitet e para e kemi bërë me njerëz të thjeshtë. Edhe atëherë interesi ka qenë jashtëzakonshëm, ishte hera e parë që ofroi një format zyrtar i huaj në një mënyrë të tillë aq profesionale. Kishte pas tentativa të mëparshme në Shqipëri, ishin bërë gjëra shumë modeste, pa patent ndërkombëtare. Big Brother dhe aso kohë ka qenë shumë i ndjekur. Këtë lloj audiencë që ka tani, do ta shpjegoja me faktin që ne kemi idhuj tanë. Kudo, më thënë në art, në muzikë, në sport, kudo. Çfarë bën Big Brother VIP është që këta njerëz na i mbledh edhe na i bën më të prekshëm. Pra, nëse janë ato figurat që ne i shohim në ekran ose në rrjetet sociale siç zgjedhin ata atje, pra të edituar, me content të kontrolluar, me fraza përgatitura qoftë nga ata vetë, qoftë nga stafet e tyre, se do të jemi koshient që në epokën që jetojmë, celebritit e vërtet kanë stafe që merren me imazhin e tyre, me kurimin, me kontentin, çfarë do nxjerrin në rrjetet sociale, i flasin publikut të tyre. Por e gjitha kjo është e kontrolluar nga ata dhe nga stafet e tyre. Çfarë Big Brother VIP bën të mundur dhe një lloj shpjegimi
e sjell edhe për faktin që pse ka një ndjekshmëri kaq të lartë është që këto personazhe na i sjell në mënyrë të vërtetë para kamerave 24 orë. Aty nuk ka më filtra, aty nuk ka më njerëz që të mbrojnë, ti je në thonjza i zhveshur nga çdo gjë, një i zhveshur edhe nga mundësia për ta thënë gjën siç nuk është në të vërtetë, sepse nëse ti e ke thënë, është aty, ka një kontekst caktuar dhe jepet. Ndonjëherë qesh me vete kur në këtë lloj programi shoh disa nga personazhet, po gati është bërë shprehje që se unë s'jam kështu, se unë dola nga vetja, se më bën të dalim nga vetja. Mendoj që kam një koncept gabuar sipas meje gjithmonë. Aty çdo njeri është vetvetja. Ti nuk del nga vetja. Ti e ke pjesë tënde atë që nxjerr aty edhe nëse ty s'të pëlqen. Kjo e fshehura pas faktit që X apo Y individ apo situatë më bëri të dal nga vetja, është pak të gënjesh veten për gjërat që ti bën ose thu. Gjithçka aty brenda është vetvetja jote. I vetmi kushtëzimi i jashtëm që të është dhënë është që ti jeton në një hapësirë të kufizuar nga e cila ti s'mund të dalësh me pak kushte të specifike. Pra nuk ke ekran, nuk ke orë, nuk ke telefon, nuk ke libër. Dhe ti je i detyruar, po them në thonjza, që të kesh interaktivitet me të gjithë banorët e shtëpisë. Se si ti sillesh në këto rrethana, besoj është ajo që e bën publikun shumë kurioz dhe e bën që ky lloj formati të ketë një lloj interesi që në Shqipëri është jashtëzakonshëm, mendoj dhe në botë me periudha të caktuara, sidomos Big Brother VIP kur hyri ka pas një pikë të tillë audience. Reality TV ngrihet mbi premisën siç e the ti që sjell domethënë një copës nga jeta e vërtetë, një copës nga shoqëria. Jo thjesht Big Brother VIP, por dhe programe të tjera sjellin njerëz jo celebrity, jo VIP-a. Ti që je sheh nga brenda dhe punon me këtë, mund të ndash po themi një lloj sekreti të vogël sepse ndërkohë edhe pse sjellin këtë lloj të vërtetë, domethënë një copës nga jeta, aty ka edhe një produksion shumë të madh, ka një ekip të madh që punon me këto programe. Sa është kjo diferenca midis sjelljes së realitetit të shoqërisë dhe asaj që ndërtohet për të mbajtur njerëzit përpara ekranit, për të tërhequr vëmendjen e njerëzve? Ka dy gjëra. Sigurisht që ka një staf shumë të madh, vetë një punë autoriale shumë e madhe, por e cila për mendimin tim, me aq sa punojmë dhe me aq sa shoh, nuk ndikon drejt për drejt në mënyrën se si personazhet sillen. Ajo që bën një staf i mirë është që krijon rrethana të tilla për të krijuar situata që audienca të mbetet e kënaqur dhe të emisionit mos jetë as i mërzitshëm, as i qetë, por nëse pyetja është a janë të sajuara situata të caktuara, do të thoya që jo, sepse askujt nuk i thuhet çfarë të bëj, si ta bëj, përveç rasteve kur sjelljet janë ekstreme dhe kërkohet një lloj kujdesi ndaj publikut që po të sheh, në sharje, në fyerje, në situata deri të kontaktit fizik, ato janë pothuajse të papranueshme, gjithmonë i flitet për këtë gjë, po se si duhet të jetë një personazh apo një tjetër, stafi është shumë i kujdesshëm ke kjo gjë. Vetë formati ka vetë ata i thon Bibla, që është një libër rregullash, jo Bibla klasike që jemi mësuar, është një libër rregullash se çfarë mund të bëhet ose nuk mund të bëhet nga stafi i produksionit, i studiuar nga vetë kompania huaj e cila e bën, një Bibël e cila edhe ajo në vite ndryshon, çfarë bëhet dhe çfarë nuk bëhet, por kujdesi është maksimal që ti mos t'i japësh audiencës një gjë që është jo e vërtetë. Pra, rrethanat dhe situatat që krijohen janë prap në ndihmë të spektaklit televiziv, por kursesi që të nxjerrin më mirë një personazh apo më keq, apo kursesi që ne t'i themi se çfarë duhet bëj. Ti krijon rrethana të caktuara që ndërveprimin në 24 orë të jetë interesant.
por nuk i thua çfarë të bëj. Disa nga programet televizive më të ndjekura, qoftë në Shqipëri po edhe jashtë, e arrin këtë suksesin masiv edhe përmes nxjerrjes në pat dramave personale të njerëzve, konflikteve, situatave të vështira. A ka një pikë, po themi, kur argëtimi kthehet në shfrytëzim dhe si e vendos një njeri që punon në televizion këtë kufirin për veten e tij, që thotë që pritse deri në këtë pikë mund të shkohet dhe përtej kësaj Kjo gjëja mund të ndodhi dhe besoj që ndodh shpesh. Gjëja që e ndan këtë është të qenit etik të vetë personazheve që janë vënë në krye të projekteve. Dhe besoj që si në Big Brother, si në disa nga programet e tjera ku unë kam qenë pjesë e stafit realizues, kam parë shumë seriozitet kjo gjëja, të qenit etik. Sigurisht që situatat të caktuara mund të rrshkasin, mund të edhe keq interpretohen ndonjëherë. Dhe qëllimet e produksionit mund të keq interpretohen ndonjëherë. Jetojmë në një epokë ku të gjithë nëpër rrjetet sociale kanë zërin për të thënë gjithçka. Pa filtra, jo domosdoshmërisht në mënyrë të logjikshme, duke qenë abuziv komentet e tua, hera herës shpifës, brutal. Po kjo është koha që jetojmë. Ajo çfarë duhet të ruaj gjithmonë një televizion i mirë dhe një staf i mirë është etika. Ekziston një lloj nostalgjie kudo në botë, në lidhje me faktin se televizioni dikur ka qenë më i mirë, më cilësor dhe me kalimin e kohës cilësia ka rënë. A mendon se kjo vjen nga fakti që vërtet atëherë televizioni ka qenë më cilësor, apo është thjesht çështje nostalgjie për diçka që njerëzit e kanë humbur dhe nga vetja e tyre, po themi, kujtojnë rinin e tyre? Është një miks i të dyjave, besoj, po për sa më përket për periudhën që edhe fola më parë, është besoj ka disa aspekte. Mendoj që shumë kërkues televizioni fillim viteve 2000. Shumë kërkues. Kërkoi një cilësi dhe kërkoi të rishkruhej një shkollë televizive. Edhe u rishkruhet, me thënë drejtën. A është nostalgjia, po ishin më cilësor? Ditë them që publiku ishte më pak koshient për çfarë duhet merrte. Pra, në fillim vitet 2000 ishim një publik që ishte mësuar me një televizion shumë bazik. Gati me keqardhje e them, një televizion që degradoi, nëse po flas për televizionin publik shqiptar. Pati një periudhë tranzicioni shoqëria jonë, e cila u pasqyrua edhe në televizion. Ardhja e televizioneve të reja, private, pati dhe ajo një mini tranzicion në fillim, por çfarë u kërkua më pas dhe çfarë u pa më pas është që formula fituese ishte prodhuar me cilësi. Nostalgjia për atë kohë besoj vjen nga ky fakt, sepse për herë të parë publikut shqiptar ju dhan emisione që si nga ana përmbajtje, si nga ana cilësore, thjesht nuk ishte gati për të. Pra, mendoj që në një periudhë caktuar televizioni ka qenë shumë përpara shoqërisë shqiptare. Top Channel ka qenë, mendoj, lokomotiv në këtë lloj zhvillimi televiziv. Ofronte realisht programe shumë të mira në fillimet e veta, mos gaboj në 2-3 vjeçarin e parë, u kalua nga një televizion Top Channel që kishte në përgjithësi lajme vetëm një emision politik që ka qenë shqip një herë në javë, ditën e njëjtë, mos gaboj, dhe Fix Fare që kishte hyrë në mënyrë shumë fine çdo natë mbas edicionit të lajmeve. Top Channel filloi të prodhonte direkt spektakle shumë të mëdha dhe të fuqishme. Domethënë, unë mbaj mend në atë kohë u prodhua Top Show për herë të parë, i cili vinte në mbrëmje çdo natë, live, 5 ditë javës, ku trajtoheshin tema nga më të ndryshme, ku ndërthurej debati me politikën, po edhe me spektaklin, edhe me muzikën, edhe me debatet më cilësore për artin, për filmat, për çdo gjë. Hyri Portokalli, e cila bëri një lloj revolucioni në mënyrën se si prodhohet humori nëpër televizione. Top Fest, domethënë ka qenë një periudhë e artë për televizionin shqiptar. Filloi të prodhojë në një mënyrë që edhe publiku vet nuk ishte i përgatitur të vinin kaq emisione cilësore. Mendoj një pjesë është nostalgji. Pjesa tjetër që po ndodh ditët e sotme është edhe përshtatje. Domethënë nuk bëhet më ai lloj televizioni në zhvillimet që ne kemi sot. Duhet të jesh shumë më i shkurtër dhe shumë më konciz nëse si e kërkon vëmendjen e publikut sot, sepse nëse aso kohë kishe kohë të ulesh edhe të shihje 2 orë
një talk show ose një portokallist, sot në ti e do gjën shumë më ekstrakt. Një pjesë e madhe e audiencës nuk ka kohë të rritë shohë një televizion të plot. Këtu ka rihyrë një lloj rishpike e televizionit që është nëpërmjet rrjeteve sociale, nëpërmjet platformave të YouTube-it, kur ti hedh shorts ose materiale të shkurtra që janë më pikante, që këtu sigurisht në zhvillimet që kemi sot ka edhe shumë abuzim, sepse ti shef edhe tituj që s'janë fare përmbajtja që është brenda klipeve, po kjo, siç e thash edhe më parë, është shumë në etikën e njerëzve që punojnë në televizion. Mendoj që njerëzit që kanë etikë vazhdojnë prodhojnë televizion të mirë. Sa ka prekur, nëse mund të themi, televizionin kjo teknologjia e rrjeteve sociale, ku shpesh nuk respektohen as rregullat e copyrightit, për shembull, Shumë e prek. publikohet përmbajtje pas një lloj Shumë e prek. E prek shumë nga ana financiare, e prek shumë nga ana e keq informimit, sepse edhe merren gjërat, montohen apo shkruhen titull që janë komplet jashtë kontekstit të asaj që po thuhet, vetëm për të marrë view, like, ti quajmë si duam. Përveç dëmit që është editorial, që është ky që sapo përmenda, është edhe dëm i madh ekonomik, për shembull, nisemi nga Big Brother që diskutuam shumë platforma, herë pirate, herë të ligjshme, marrin dhe vënë kontentin e një medie të caktuar pa të pasur drejtat e autorit dhe ka shumë pak reagim për këtë gjë. Mirë, po kjo për ndërmarrjet që i realizojnë këto prodhime kthehet në mungesë rihyrjes të fondeve që ata kanë shpenzuar për të bërë këto projekte. Të mund të flas për emisione të caktuara, mund të flas për filma, për seriale, pra ti ke media apo edhe individ privat që prodhojnë film, prodhojnë serial, prodhojnë dhe emisione, dhe mjafton një herë të rrjedhë ky informacion dhe hidhet falas pa pyetur kërkush se sa ke shpenzuar ti për atë gjë, se çfarë pritshmërie ke për të marrë investimin tënd mbrapsht. Po jetojmë në një kohë ku ca rregulla duhet rishkruhen, fatkeqësisht që rishkruhen shumë vonë, ose edhe nëse shkruhen nuk zbatohen. Kemi një shtet që zbatimin e ligjeve për gjëra dhe më të mëdha e kemi të dyshimt, jo më për emetuesit televiziv. Po është shumë dëmtuese. Mund ta them nga eksperjenca në vetë parë që ka pasur raste që edhe kanë hedhur poshtë kthimin e një pjese të investimit që ti ke bërë vetëm për faktit që materiali ka dalë, është hedhur, as kur s'man përgjegjësi, as policia se ndjek në mënyrë dhe digjitale, edhe kur e ndjekën mbahet një përgjegjësi që është qesharake. Domethënë ti mund të kesh hedhur 200-300.000 euro në një spektakël, në një film, edhe në momentin që një njeri s'po e quaj as pa përgjegjshëm, se mund t'i vëmë emra të caktuar në mënyrë të caktuar, e merr dhe e hedh falas, nuk ka pothuajse asnjëherë një pasojë për atë që bën. Një nga kritikat që i bëhet televizioneve lidhet me këtë, po themi, që quhet si standardizimi i shijes. Kohët e fundit shohim që ka një pjesë e madhe e televizioneve kanë formate shumë të ngjashme me njëri tjetrin, në orare pothuajse në të njëjtat orare, ndonjëherë dhe të ftuarit janë gati të njëjtët që ndrohen nga një ekran në tjetrin. A e ka humbur televizioni aftësinë për të befasuar audiencën, apo kjo është thjesht domethënë një pjesë e pashmangshme e mass media, se vjen një moment që bëhesh njësoj. E pashmangshme. Mendoj që në këtë moment që po jetojmë, zhvillimi është i tillë që të gjithë mediat përpiqen të bëjnë formate të ngjashme, sepse ato janë parë, studiuar që ato hecin. Mendoj që Shqipëria ende nuk e ka luksin, jo vetëm televizion, por në përgjithësi që të prodhojë art për hir të artit. Kjo do financa. Jo domosdoshmërisht art, se të ndërprer, edhe një program televiziv, një emision që mund të jetë ndryshe, domethënë diçka që nuk e kanë të tjerët. Sepse sheh që në një orë të caktuar janë gjithkohës, po për marrë si shembull janë emisionet e kuzhinës, të gatimit, për çdo televizion. Ndërkohë që mund të ishte diçka tjetër. Po kjo vjen çik edhe nga një studim botror se si funksionon televizioni. Fashat caktuara orare kërkojnë programe të tilla. Ai orari paraditës atë lloj programi kërkon. Ti mund të luash mes 2-3 zhanreve brenda zhanrit, por nuk është tërheq dot një lloj tjetër audience në një orar të caktuar.
pjesë e zhvillimit të televizionit. Mirë, Ergës, faleminderit, ishe pjesë e Apostrof. Që kënaqësi. Faleminderit. Faleminderit. Ky podcast mbështetet nga Abi Bank.